Dështoi një përpjekje autoriteteve për mbylljen e vendkalimit ilegal për këmbësor afër urës së Bitpazarit në Shkup. Derisa autoritetet e qytetit përpoqen të vendosin pjesën e gardit për ta mbyllur kalimin, shumë qytetarë afarist u mblodhën për ta kundërshtuar. Përpjekja për mbylljen e këtij vendkalimi ilegal në Bitpazar bëri që për disa minuta të bllokohet kjo rrugë për shkak se shumë afaristë që punojnë këtu afër, por edhe qytetar dolën në shenjë proteste për të ndaluar bllokimin e saj. Nga SBB Shkup thanë për televizionin 21 se u ndërmorën masa dhe aktivitete për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike. E pasi policia qetësoi situatën, rruga u hap, por i hapur mbeti edhe vendkalimi. Një tregtar na tha se duhet të ketë më shumë vendkalime në këtë pjesë. Tu ambulant, shkollë, fakultet, krejt do të fshile. Përpara ishin 2 peshashki këtu Allah, 2 zebre ish, njëna për qashi, njëna për pazar. Shti, geto. Kryetari i qytetit të Shkupit Orçi Gjorgjevski dje bëri të ditur se ura do të vendoset në funksion dhe në të njëjtën kohë do të mbyllet e vendkalimi. Tamo кажа в која ќе биде постапката. Од една страна, сето она што е узурпирано земјиште, велосипедска патека, тротоари и се останато треба да се отстрани. И во истиот момент да се затвори нелегалниот пешачки премин. Зошто? Затоа што има пешачки премини регуларни и подоле од улицата, но и на семафорот на раскрсницата погоре кај факултетите, така да законот е јасен, јасно предвидел тоа што некој сакал да се направи патека по која што ќе има полесен пристап до својот објект, но ќе стави илјадници животи под знак прашалник, особено млади деца кои што проаѓаат таму. Јас нема да дозволам и нема да го толерирам. Përndryshe, kalimi ilegal në zonën e Bitpazarit paraqet rrezik serioz për këmbësorët, pasi shumë qytetarë shmangin mbi kalimin ekzistues dhe kalojnë drejt për drejt në rrugë ku trafiku është i dendur. Mbikalimi aktual është në gjendje të keqe, i pamirëmbajtur dhe me left jo funksional prej vitesh, gjë që e ka bërë pothuajse të papërdorshëm.